Gjithmonë, edhe pse kom pas shkollën, gjithmonë kom gjetë kohë me marrë edhe çanta, edhe me shkollë normal jam shumë mirë, gjithmonë i kom bërë detyrë, aty kom kryt, tani i kom fillu me marrë çanta. Nëse veç nuk i shkon ma me më ndihmu, atë mos më lanë më rëzu, nuk besoj që isha kanë këto sot. Punimet e dorës janë gjithmonë unike, sidomos kur krijohen me përkushtim dhe pasion. Kështu punon edhe Nazife Ademi, e cila është vetëm 14 vjeçare, nga qyteti i Mitrovicës, e cila me duart e saj krijon çanta të veçanta me ruza. Pavarësisht moshës së re, tashmë arti ju ka bë pjesë e përditshmërisë së saj, e tani ajo është këtu me mua për me fol më shumë rreth rrugtimit, edhe si ka fillu me bë këtë biznes me çanta. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën, për mundësinë që më keni jep me tregu se çfarë punë bëj unë. Faleminderit shumë që ti ke pranuar dhe ke ardhur prej Mitrovicës për neve këto. Tash këto e kemi vendosur me Nazifën që kjo jemi të e bëj intervistën veç me marru një çantë, një mini bag, kështu që i thojnë tash. Po ti tregom tash për fillimet. Çush vendose me hap një biznes, çush vendose me marru çanta me ruza? Prej që jam kanë e vogël, kum pas qef mirë me dizajn, kum marru ruza dhe atëherë. Një ditë tunajt veç mu ka kujtu, edhe masanej kum fillu, i kum lyp ruzat, në fillim njerë nuk kum gjetë, tu kërku, e kum pa një dyqan që qesin çanta me ruza, e i kum pyet faleminderit për asoj grus që ka punu ato, më ka tregu, pastaj kum fillu me i përësit ruzat për ato, e tash i bëj prej aty. E që ti e tash 14 vjeçare, po i bjen që kur ke fillu ke qenë ende më e re? Po, jam kanë 13 vjetë, në 2023, tash, po, për 2023-ës, deri tash. Mos me harru që ke qenë edhe në shkollë, ende je, në klasën e 9, qysh i ke balancu, për shembull, tash edhe e ke pas këtë, ke qenë i lumtur që edhe me punu me ruza, me boçanta, po edhe e ke pas stresin e shkollës, qysh ke arrit mi balancu? Gjithmonë, edhe pse kom pas shkollën, gjithmonë kom gjetë kohë me marru edhe çanta, edhe me shkollë normal jam shumë mirë, gjithmonë i kom bërë detyrë, aty kom kryt, tani i kom fillu me marru çanta. Po kur e nisi biznesin, patjetër që disa familjare dhe e presin mirë, disa e kanë pak stres se sa mundesh me mos me lënë ana shkollën, po prindet tu qysh e pritën, edhe sot kam përkra. Mami më ka përkra mas shumëti, tani kur e panë që bëj mirë, janë nisën krejtun përkra, ama në fillim janë tu që pëlqej shkollën, pëlqej mësimet, ama jo, do me thonë krejt mirë, krejt në regull. Do me thonë, kjo është një mini mesazh për vajzat që janë moshën tane, që nëse dojnë me nis, mundesh me nis edhe pa e lënë ana shkollën. Po, normal. Shkolla gjithmonë do të me mbizotru. Po. Nëse veç do një me vazhdu, edhe keni besim vete, normal që keni me arrit gjithdo kënd, edhe nëse veç nuk është një biznes, nëse keni besim vete, besoj që keni me arrit që të kudani. Mami më ka supportu se edhe mami ka marru qështu, ruza, tirqi, me grep, me krapza, ka marru edhe ajo kërë kanë e reshëm. Tash edhe ajo më ka mbështet ma shumë se gjithë kosh prej fillimit. Ndërsa nëse nuk ishtë ndihmu ajo, a kishe arrit direkt to, a kishe... Nuk besoj. Nëse veç nuk ishtë kanë ma me më ndihmu, atë mos më lanë më rëzu, nuk besoj që isha kanë këto sot.